pyetjet tuaja të cilat do t'i bëni në këtë emision. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. E falenderojmë Allahun xhaleshanuhu ashtu se meriton ai. Salavatet tona, selamet tona të gjithë së bashku ja dërgojmë pejgamberit më të mirë, të dashurit Allahu xhaleshanuhu, Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe për gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Vëllezër të ndershëm, motra të ndershme, kudo që t'jeni, ju përshëndes e mirë se vini këtë emisionin tonë javor. E që ne i lutemi Allahu xhaleshanuhu gjithmonë për mirëqenien tuaj, për suksesin tuaj, për suksesin tonë, për suksesin e mbar besimtarëve musliman kudo që t'jenë. Dhe shpresojmë bindshëm dhe besojmë bindshëm dhe shpresojmë që këto biseda apo këto ligjërata akademike, fetare, aktuale, sociale, inshallah do të hasin në vesh të sinqert, në zemra të sinqerta, e që ja shohin inshallah dhe harin tyre këshillave, analizave, studimeve të cilat na i kemi bë. Dhe ndoshta nuk kemi treguar dhe më herët gjitha këto tematika çka po mundohemi mi debatua dhe çka janë në plan. Janë tematika shkencore akademike të cilat i kemi prezantuar anë mban botës, ka kemi shku në për universitete dhe konferenca ndërkombëtare të ndryshme. Në gjuhën arabe, në gjuhën angleze, në Azinë Juglindore, në Japoni, në Arabinë Saudite, në Bahrein, në Malezi, këtu e vende tjera, në Katar e vende tjera. Prandaj janë studime të cilët kanë hasur në mirë kuptim nga shkencëtarët dhe profesor doktor të cilët na kanë dëgjuar gjatë prezantimeve, dhe se gjithmonë vërejtjet janë të mirë së ardhura, po besoni o vëllezër të ndershëm, deri në këto momente që unë po i flas këto fjalë, nga asnjë profesor doktor në asnjë universitet, në 7 universitete të cilat kemi punu, nuk na kanë ardhur rrethje për këto mendime dhe për këto studime që kemi bërë deri në këtë moment. Inshallah e kemi mirë, se për ndryshe me pa gabim të ardhur rrethje. A është në rregull moderator çdo gjë? Po, gjithçka në rregull është, po. Prandaj, këtu kemi edhe na bindjen tonë dhe konfidencën tonë personale që inshallah çka po i flasim këto janë studime normal, njeriu ngel si njeri dhe dituria njeriu e ka diturinë, më thonë relative në kuadër të njeriu si njeri, në kuadër të aftësive të tija kufizor që kufizohet me kohë dhe me vend. Nëse ja kemi qellu, shkëqyr Allahu xhaleshanu dhe shpresoj me marr dy shpërblime, një shpërblim që për mundi që e kena bë dhe një shpërblim që ja kemi qellu. Por unë Zot, nëse nuk ja kemi qellu, atëherë Allahu xhaleshanu do të na jep një shpërblim për mundin që kemi bën, ndërsa çka nuk ja kemi qellu asaj të vërtetës, Allahu inshallah na fal dhe na mundohemi me korrektu veten. Tema e sondit ekstremizmi Kur'ani dhe ekstremizmi fetar e social është shumë një temë rëndësi të madhe për ata që kuptojnë vëllezër. Është një temë shumë e nxehtë aktuale saqë nuk u merr mendja ju. Është një temë që sot në për media të ndryshme anë mban botës shohim, dëgjojmë, lexojmë për lajme të ndryshme, raste të ndryshme të ekstremistave, probleme, mbytje, abuzime, shkelje të drejtave, nënçmime, sulme, mbytje. Nuk ka merr mendje sa është kjo temë e rëndësishme kuptuar dhe me ditë.
E besoj që edhe për dëgjuesit tanë shqiptar, shqipfolës, për rëndësi kjo temë, me kuptuar se çka po bëhet, domethënë, në botë dhe si po trajtohen ata ekstremistat, kush qëndron pas tyre, ku e kanë burimin ata ekstremistat, ku buron ekstremizmi fetar e social, pastaj çfarë ngjyra merr, se si demonstrohet, se si paraqitet në masë, çka janë motivet e ekstremistave, po, çka janë simptomet, se si i dallojmë në ata ekstremista fetar, dhe në fund normal, si në klinik, ashtu edhe gjithmonë kemi krahasuar, edhe në hulumtime shkencore, në temat master dhe doktoratur dhe tema diplomimit në bachelor, po, e propozon në tezën tonë problematikën, metoda se si do të shqyrtohet kjo problematik, po, burimet, referencat, pastaj edhe në fund solucioni dhe shërimi. Diagnozimi, pastaj edhe shërimi. Sikurse ai së mori që diagnozohet së pari një për problemet e tija shëndetësore, e pastaj edhe mjeku ja udhëzon me shërim, me metoda të ndryshme, me tableta, me terapi të ndryshme, njerë vjen diagnoza. Problemi i ekstremizmit. A ka ekstremizmi lidhje me terrorizmin? Po, që në fillim po themi po. A qënë ekstremizmin në terrorizm? Po. Po, në nuk deshta me përdor fjallën terrorizm, sepse këtu nuk ka rënje. Terrorizmi është si produkt, si manifestim, si rezultat i ekstremizmit. E nuk është interesant me shërua rezultatin, do me thonë, produktin, apo pasojat, para se sa me shërua dhe me gjetë rënjet e problemit. E rënjet e terrorizmit thellohen çka në ekstremizëm ideologjik fetar. Kum thonë në titullin fetar, shifni, s'kum thonë as islam, as qifut, as krishter, as hindus, as budist, as kurgjon. Po kum thonë, e kum lotë hapur, general, ekstremizmi fetar, që nën kupton, nuk janë vetëm disa raste që kemi në mesin e muslimanëve me këto mendime, po si do ta shohim tani, kemi edhe raste tjera, do të thotë nga besime tjera, nga idhtar të besimeve të ndryshme të tjera, e do të thotë nuk ka të bëjë vetëm me fejen islame, po është term që çdo kush, çdo pasues i çdo feje e ka. Kemi thënë edhe social. Pse? Pse kjo ide, apo ky mendim i gabuar, çon në konsekuenca, në pasoja të rënda dhe negative, mas pari në vetë personin, individin, e pastaj edhe në shoqëri, e ku jeton ai. Po, i sulmon të tjerët, i abuzon të tjerët, i kritikon të tjerët, ka mendime rasiste, ka mendime naziste, ka mendime dhe idena të cilët thotë jo humane, jo njerëzore, e shumë dikon negativisht në shoqëri. E prandaj e kemi lënë edhe titullin, kështu do të thotë ekstremizmi fetar dhe social, që me kap në atë kuptimin general. E kështu është ai hulumtimi, po real dhe objektiv. Pyetja tani çka vjen, a kanë dhënë të thotë sukses diplomatët dhe politikanët në shërimin e këtij problemi. Aspektin politik, a është shëruar ky problem i ekstremizmit, plus që vjen terrorizmi, dhe plus që vjen rasizmi pastaj, po sa kanë qenë të suksesshëm aspektin diplomatik me shëruar këtë problem.
që në fillim, po them, pa hyrë detale, nuk kanë qenë të suksesshëm në aspektin diplomatik në asnjë vend për me shëruar këtë problem. Nuk kanë qenë, të thotë ato tentativat, ato, si me thonë, iniciativat diplomatike të çdo shteteve perëndimore, amerikane, arabe, për me shëruar këtë problem. E problemi shërohet, si na kemi thënë në studimin ton, shërohet do të thotë në rrënjë, duke e shkurtuar bazat e këtij problemit. Ka buron ky problem, aspektin duke referuar do të thotë këshillave kuranore dhe profetike, fjalëve të Muhamedit alayhis salam, e pastaj po kërkojmë edhe ndihmë, kërkojmë edhe asistencë nga diplomatët që edhe ata të na përkrajnë për me shëruar këtë problem. Se përndryshe, nëse vetëm ata mundohen me forcë dhe me dhunë, kur s'kan me qenë të suksesshëm. Pa hyrë në detale, ta fillojmë, kjo ishte si hyrje për lexuesi, do të thotë se thot dikush pse kalon islam, pse se kalon, do të thonë ekstremizmi islam fetar, ekstremizmi islam hebrej apo qifut, apo ekstremizmi krishter. Jo. Flasim për në general. Duke u bazuar në studime të shkencëtarëve, dietarëve, dhe jo në thashethanat, jo në raporte të mediave të ndryshme, as pak. Po në volumime të tilla. Burimet perëndimore dhe ato arabe neve me tregojnë që e kanë lidh ekstremizmin me terrorizmin që shherët. Ka filluar kjo dukuri, ky fenomen negativ ka filluar që shherët gjatë kohës revolucionit francez, vitet 1873, 1874, kundër borgjezve, kundër asaj klase aristokrate që ka qenë në atë kohë, po që kundër atyre të thotë që e kanë bë revolucionin francez, aty është përdor po qeveria apo republika jakobite, po e kanë përdor do thotë këtë fenomen apo këtë dukuri, edhe e kanë quajtur këtë kohë, këtë periudha e terrorit, periudha do të thotë e rëndë, periudha e frikës dhe e mbytjes, saqë kanë burgos mbi 300.000 persona në atë kohë dhe kanë ekzekutuar dhe kanë mbyt mbi 17.000 persona, po edhe mija me mija tjerë dhe të pa gjykuar janë ekzekutuar në këtë kohë. Do të thotë qysh herët ka filluar kjo dukuri në perëndim. Pastaj kjo ide, ky fenomen, po ka filluar me marrë ngjyra tjera, me marrë për masa tjera, po edhe ka filluar që të përhapet, do të thotë edhe në vende të ndryshme, edhe në masa të ndryshme. Si? Ka filluar qysh herët edhe në mesin, po e një grupit fetar që janë quajtur në atë kohë një grup fetar, po grup terrorist, hebrej qifut, janë quajtur sikaristet, po janë të njohur dhe kanë qenë, po thotë, studimet në flasin, ky grupi fetar qifut, herët kanë qenë shumë të njohur, do thotë, për ekstremizmin dhe fanatizmin fetar të tyre. Dhe qysh herët ky grup ka filluar, do thotë, edhe vitet 66, edhe 73, do thotë, para lindjes së Krishtit. Po, prandaj kanë ndjek këta edhe taktikat të ndryshme fetare, taktikat të ndryshme të sulmeve, po, dhe të sulmeve ndaj popujve, e sidomos gjatë festave fetare, po atje në Palestinë. Saqë e kanë konsideruar vetëm ky grup qysh hater,
grupi dhe thot populli i Zotit i zgjedhur, populli i Zotit Gjeleshanu, i Allahu Gjeleshanu, the chosen nation, gjuhën angleze po e përdorin, ose në gjuhën arabe Sha'bullahi al-Mukhtar, Sha'bullahi al-Mukhtar, bitë e Zotit, apo të që i ka përzidhur Allahu Gjeleshanu nga popujt tjerë. Me këtë pretekst, i tha i kanë sulmu të tjerë, dhe me këtë ide dhe thot se kjo ide e sikaristeve, po, apo sikaritëve në atë kohë në Palestinë, ky grup, ky fraksion fetar ekstrem, që i fut, është lidhur ngushtë me mendimin sionist të jahudive. Edhe pastaj e kanë marrë edhe nga këtu do të thot këtë pretendim, këtë mendim hebrejt që janë do të thot me mendime ekstreme sioniste, edhe që pastaj është zhvilluar në lëvizje raciste, politike, okupatore, po mirë po me kamuflazh apo me ngjyrë të thot të popullit hebrej, Jewish nation, kështu e ka marrë ngjyrën. E nga kjo do thot ka filluar pastaj e kanë krijuar dhe kauzën hebreje, që do thot qysh ka filluar, që ata si popull i shkepur anë mban botës, që shkohën e Musës alayhis salam, të shkepur, në 12 fisë e Kurani thot, po, wa qatta'nahum fil ardi umama, i kemi coptuar ata në tokë, do më thonë pakica minoritete dhe çoko, e pastaj e kanë kriju ide sioniste që duhet hebrejt për me kriju shtetin e tyre me një vend dhe të krijojnë dhe thot një shtet nacional kombëtar hebrej që duhet të gjithë çka po thot me ardh aty me kriju në atë vend. Pa hyrë në detale të orientalistave dhe si kanë filluar, shkurtimisht është hapur ideja për me emigrua në Palestinë. Palestinën e Sodit, për me kriju shtetin Izraelit. Prandaj, tu fillon ai problemi se si ata mi thirr këtë ato minoritete që kanë qenë të shpërndara në përbot, sidomos në botën Evropën perëndimore, Çekoslovaki, anena Rumani, Kana, Jugosllavi, Hungari, po Greqi, në Gjermani, të gjithë kanë filluar do thot për me dhon kuraja atyre për me ardh, do thot për në Palestinë. Dhe që nga aty fillon do thot krijimi i shtetit, kur shpallet edhe vitin 1948, po kur në konferencat e ndryshme të hebrejve, gazetari i mirë njohur hebrej Theodor Herzl në Basel të Zvicrës, po edhe aty lindi ideja e disa konferencave që na do thot duhet për me ngrit një shtet në Palestinën e Sodit. Kjo është fillimi historik se si fillon puna e ekstremizmit fetar. Dhe pastaj si e lidhin këtë çështje do thot me terrorizëm, edhe pastaj si merr për masa tjera deri në kohën që po jetojmë na. Njeriu në baza të çoroditura, në baza jo të argumentuara fetare, jo të argumentuara në mënyrë logjike, kur njeriu i ndjek të thot epshet e tija dhe çoroditjet, do thot mendimet e një liderit të çoroditur, atëherë ata fillojnë edhe me ardh me gjona çuditshme, me gjona do thot jo logjike, dhe për me formua atë idenë e tyre, atër fillojnë me mbjellë zemra tyre që ka këtë idenë se na jemi populli i Zotit. Se na jemi populli i Zotit më i mirë, e prandaj na do thot duhet ta formojmë shtetin tonë. Këto komplekse fetare, nacionale, i ka pas edhe Rusia, që na flasin historia bashkëkohore evropiane, po, që Rusia cariste, që herët ortodokse, në kundërshtim me kishën katolike të Perëndimit,
dhe Rusia cariste e kam pas atë kompleks të supremitetit që populli do thotë edhe aty kanë qenë do thotë një popull i dërguar nga Zoti për me i shpëtu slavët e perëndimit. Do thotë kjo ide ka marrë për masa të madha botërore. Rus, do të thonë në Rusi, edhe ata kanë pas se neve na ka thënë Zoti Xheleshanuhu, ata duke thonë Zoti na ka thënë për me shpëtu popujt tjerë slavët do thotë e perëndimit. Aty kanë qenë slavët, do thotë nuk ka pas slavë në Jugoslavie, në Poloni, në Rusi, fjala po vjen në Bullgari e të tjera, po dhe këtë supremacie, do të thënë këtë superioritet që kanë bazë në zemra sot dhe asaj dite e kanë. Edhe sot dhe asaj dite na kemi lider që dëgjojmë që do të shtyhen në për luftra, shkojnë në për luftra, në për okupime, do thotë në atë motiv, në atë nijet që na jemi populli i Zotit. Neve Zoti na ka zgjedhur. Edhe prej gjuhët të politikanëve, të thotë i kemi këto informata. Pastaj, kjo ide vazhdon kur formohet edhe shteti nacional i qifutëve në Palestinë në vitin 1948, po edhe bëjnë thirrje dhe apelojnë të gjitha popujt, minoritetet e qifutëve që janë për botë, me ardhë atje dhe fillon ajo hijra, do thotë. Fillon ajo si më the emigrimi masiv i madh në mbrojtjen e anglezëve, në mbrojtjen e britanezëve dhe të okupuesve, do thotë, në atë kohë që kanë qenë anglezët, po dhe në mbrojtjen e tyre sigurohen anijat, sigurohen mjetet e transportimit dhe krijohet shteti i parë, futen, do thotë, bazat e para të shtetit hebrej apo izraelit në Palestinë. Kjo është një studim historik. Do thotë se si ka filluar ky ekstremizmi fetar. Ekstremizmi pastaj ka marrë për masa tjera, do thotë prej asaj kohe, do thotë që na shkurtimisht i hinëm, ka marrë po mendimet ekstreme në paraqitje dhe që shkohen e shpalljes së Islamit, do të thotë shpalljes së Kuranit nga popujt Mekas, nga popujt e gadishullit arabik. Kanë qenë qaq ekstrem dhe qaq fanatik ndaj mendimeve të tyre, ndaj ideologjinave të tyre që i kanë trashëguar nga të parët, sa që kanë bërë çmos kundër Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kanë bërë çmos. Do thotë edhe kjo është një rast tjetër historik tash. Tregom rastin e parë, herët, pastaj edhe rasti tjetër që lidhet, po që edhe ata kanë bërë çmos, do thotë në këtë drejtim. Edhe që nga këtu tash, sot fillohet që faji të jetët gjithmonë të gjuhët muslimanëve. Edhe fillojnë muslimanët të kritikohen kudo që t'jenë në botë dhe fillojnë politikanët më të madhe për me kritikua këtë ide dhe e trillojnë, e çpikin fundamentalistët islam, jo islami revolucionar, po revolucionizëm, do të thonë muslimanët revolucionar, islami radikal, do thotë e lidhin gjithmonë edhe këtë çështje tani e gjuajnë fajin, do thotë e pajsojnë dikon tjetër. Ashtu. Është realitetet, kur nuk i kuptojmë kështu, atëherë me ditë shumë rëndësi cilat janë tash ata simptomet e atyre terroristave, ekstremistave. Me çka mujnë na mi dallua të thot ata? Po të thëmë, mi dallua ata ekstremistët, do të futen tash do kush. Edhe me shembuj do t'i qartësojmë. Si ta shohim dikant që po on shumë fanatik për mendimin e tij dhe nuk e pranon tjetrin,
nuk e pranon tjetrin. Po, ku ka vend për debat, ka vend për diskutim. Çështja do thotë që kanë bëj domethënë me analiza personale, logjike, po mundohet vetëm mendimi i tij me qenë prezent dhe i pranueshëm, besoni dhe kuptoni që kjo është numër një ekstremist. Do të thotë anashkalon tjetrin, e shkel tjetrin. Kësi raste kemi shumë sot që nuk ka merr mendje, rrafshin politik, rrafshin fetar, rrafshin do të thotë social, sa kemi asnjë njerëz do të thotë që nuk dojnë me një për palën tjetër. Nuk dojnë me një fare. Dhe zhvillohet një lloj dhune, një lloj terrori psiqik, një lloj frike dhune psiqike, edhe sa që ti më nuk guxon me kundërshtu. Këto çështje kemi has edhe aspektin akademik nëpër universitete të ndryshme. I kemi has edhe për debatet të ndryshme me profesor doktor në për departamentet të ndryshme, me anglezë, me amerikanë dhe me arab. Të thotë, kemi pasur raste që është grushtuar tavolina. Dhe se tash, ne që ishim si punëtor, si profesor doktor aty, si staf punues, po, me bo edhe me kundërshtuar, mirë në dhe masa, edhe amerikanë, edhe anglezë, edhe arabët. Sa që me njerë atë metodën e mushrikëve të Mekës, apo metodën e paganëve, apo kundërshtarëve të pejgamberëve, ja beso sikur na, ja mendo sikur na, ja për ndryshe ty kena me të përjashtu për fshatit. Kena me të përjashtu për qytetit. Kështu i ka thënë populli Shuaibit alayhis salam. Po, لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. Ja kemi ardhur grupin ton, partin ton, ja kemi mendu si na, ja për ndryshe, po kena me të përjashtu. Çata standarde, apo çato kritere, para mia viteve që kanë qenë, edhe para qifutëve, edhe pejgamberët tjerë që kanë ardhur, edhe në Mekën, edhe pastaj gjatë historisë njerëzore, edhe gjatë historisë evropiane, po revolucioneve të ndryshme, deri në kohën e sot, akoma vazhdon kjo metodologji. Mjen keq, të thotë shekullin 20-21, ende me dominu këto njerëz me këso mendime. Po dhe nuk ka çudi që sot, po kemi edhe do thotë edhe rrafshin çka thash akademik, rrafshin politik, mos flasim, edhe kemi x raste, po në qeveri, rrafshin edhe fetar, tash po flas, do thotë aspektin fetar islam, po specifikoj, sa që bone kundërshtë edhe një hoqë, apo një imam, mendimin, po e shokëve të tij, apo mendimin e Këshillit Bashkisë Islame, të aty qytetit, apo të aty vend, po kryesisë, kudo që është, me njerë masa marrin kundër tij. Nuk ka vend aty do thot për mendim reciprok. Është mesele ijtihadie. Çka do të thonë mesele ijtihadie në gjuhën arabe? Është diçka që ka të bëjë me analizën truni njerëzor, nuk ka argumente të prera. Nuk kemi argumente të prera nga Kurani dhe nga hadithi që është kështu. Po është një vend fleksibil që bën edhe ashtu edhe kështu. Këto edhe rrafshin fetar islam e shohim. Po edhe rrafshin fetar krishter, apo qifut, kudo që shkosh në përbot, bone diçka ata cilët e kundërshtojnë kishën katolike, po papën, me njerë shpallën heretik, dalin dhe shpallën rebel, apo të tjerët, këta janë dhe simptomet e ekstremistave që të thot ekzistojnë çdo fe, në çdo kom dhe në çdo vej. Si ta shohësh që ai lidhet ngushtë për mendimin e tij dhe nuk pranon mendime tjera, kjo është një simptomi më i madh. Po. Simptomi tjetër çka është? Kur e sheh një person, aspektin fetar, po i obligon të tjerët, në emër të Zotit, pa thonë Zotit.
I obligon të tjerët që ka vend për lehtësim, ka vend do thot për fleksibilitet, ka vend po për mendim tjetër, pa thënë Zoti i obligon të tjerët. E këtu tash fillojnë edhe intriga të ndryshme, rrana të ndryshme dhe thot, po edhe kur ti hulumton, po bëu hulumtu apo me pyet se ku argumente, ku janë argumente çyre, si ku tek më njëherë nuk hipet shansa. Nuk hipet shansa as pak. Po. Prej simptomeve, ndërsa kjo krejt do thot vjen kundërshtim, po i kundërshtim me ato kur dikush me fol në emrin e Zotit, pa thonë Zoti, më obligu dikon çka nuk ka fol Kurani as pak as pejgamberi alayhis salam. Po e me shtrëngua diçka, dhe thot çka feja islame ka lehtësue, kjo është krim. Sa herë që pejgamberi alayhis salam i ka dërguar shokët e tij në përmisione të ndryshme, ju ka drejtuar shokëve të tij, ju ka thënë yassiru wala tu'assiru. Sahabiut po Ebu Musa al-Ash'ari dhe Muadh ibn Jabalit kur i ka qenë në Yemen, yassira wala tu'assira, lehtësoni dhe mos e vështirësoni. Wa bashira wala tunaffira, dhe përgëzoni të tjerët dhe mos i frikoni të tjerët. Allahu xhaleshanu në Kur'an në shumë ajete yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allahu a don ju lehtësimin dhe nuk a don ju vështirësinë. Po ma ja'ala alaykum fi at-tin min haraj. Në këtë fe nuk ka vështirësi bre, nuk ka kompleksitet, nuk ka problematik në këtë fe. Po vetëm duhet me kuptu këtë program të Zotit, këtë katalog të Allahu xhaleshanu se si me funksionon me punu, se pa problem. Praktikohen në Londër, praktikohen në Mekë, praktikohen në Kosovë, praktikohen në Amerikë, në Australi, kudo që të shkon, është program katalog i krijuesit ton. Nuk ka kundërshtime mes vetë. Këta janë principe, kritere që duhet me ecë çdo kohë dhe në çdo vend. E dikush del i thënë këta kriteret dhe vështirëson pa nevojë, bën probleme pa nevojë dhe do thot flet në emër të fesë, ndërsa feja është larg këtij çka ai mendon. Preshenjave të ekstremistit apo të ekstremistave, simptomeve, kemi të bëjmë me ato tjetëri apo me ato vajza të reja apo persona të cilët rishtas hynë në Islam, e pranojnë Islamin. Edhe merren me ato momente që ata kanë qenë besim tjetër, tani kur futen në Islam, aty tani fillojnë do thot me zhvilluar një mendim radikal, do thot shumë ekstrem, shumë shtrënguar, sa që nuk e pranon tjetrin fare. Sa që ai është gjendje me shpatë luftë prindërve të tij në shtëpi, sa që është gjendje ai me shpatë luftë shtetit të tij kudo që të jeton, sa që është gjendje ai me shpatë luftë kompanisë të tij apo personave që i ka përreth, në emër të fesë. Kjo është i gabimi i madh. Thënë jehel murakkab i thënë arabisht, jehel dituni e dyfisht, që nuk i falë as pak. Ki pranu fejen, mirë se ki ardhë. E tash feja, nuk thot ty me shku me njëherë, mi u bo armik i prinderve, edhe se janë prinderet jo musliman, krishter, apo do një feje tjetër që i përkasin. Ti duhesh mu sjellë me ata mirë. Allahu xhaleshanu çka ka thot në Kur'an? وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Nëse ata mundohen prindërit tyje me të mësua diçka keq kundër Allahut, kundër pejgamberit, me të udhëzuar ka keqje, Allahu po thot fela tuti'huma, mos e respekto, me të mirë. Mirë po, shoqërohu mirë me ta. Do thot mos e respekto, mos ja u qof fjalën e vend, mirë po, ti je obliguar si fëmijë tyre që ti të sillesh mirë me ta. O sahibhuma fi dunya ma'rufa,
këtë jetë cilë mirë me ta. Pastaj të unë keni më këthuj Allahu xhaleshano vazhdon dhe unë e qka do t'ju gjykoj juve. E qka po bëjnë këta djemëtri tanë, tash i kemi pana ndroje tona, shumica e djemëve ata musliman kanë qenë, po pastaj, kur po fillojnë mu falë, edhe pinin disa ligjërata të hoxhallarëve, po për marrin punën e fesë me has, e thajnë të na me vrull, për marrin punën me një forcë, duke mendu ata që feja islam është projekt një ditor, një mujor, dhe mbaron me që kaq. Po harrojnë që me qëndru musliman, në rrugën e Allahut, bukon mustaqim, po istiqame, me qenë rrugën e Allahut, rrugën e drejtë, është projekti jetë, sa të ki jetë dosh me qëndru stabil. Ta djemëtri qka po bëjnë, fillojnë me i rrit mjekrat, fillojnë me ndryshu robat e tyre, teshat e tyre, veshin teshat e Arabisë, po prandaj tjetërsohen krejtësisht. Dhe krijojnë një lloj hutije në mas dhe një lloj hutije në xhamat pa nevojë. E që ata me kuptu realitetin nuk kanë nevojë me ndryshua formën e jashtme të tyre. Islami ka të bëjë me zemër, ka të bëjë me bindje. Taubja jote, pendimi ju të Allahu që e pendua ti, ka të bëjë me shpirtin tënd, pastaj edhe nëse je me kravat, nëse je me teshat e tua të rëndomta, kjo është këtë gjë normale. Shko me qëtë robe, me qëtë tesha në shkollë, në xhami, në punë, mirë po, dallohu me sjellje, dallohu me moral, dallohu dhe thot me fjalë të mira, me bukeshje. Nuk i nevojë ti me bot ndryshin fizionomi krejt në mëndinit islam. Se feja se ka me formalitete. Feja islame nuk e ka me format jashtme, pa marrë parasysh të cilët vendit janë ata, nuk po i cekim. Nuk ka të bëj feja me maskime të ndryshme, me ndryshimet. Feja ma waqara fil qalbi, që flenë zemër fjallë Allah të pejgamberit, po, wa saddaqahu al-amal, edhe vërteton puna, normal puna, si mba shariatit. Ma më ardhë, ti më bon artist me lloj ndryshime, robave, e pamjeve, dukurive, pa nevojë, nuk ka nevojë. E këta, sa që, dikush pastaj, kur nuk i rrit mjekën sikur ai, e sulman ata. Kur nuk i shkurton teshat, sikur ai që e ka shkurtua, e sulman atë tjetrin. Kur nuk vesh shallvare, që veshin shallvare dhe popujt nga Afganistani, ata kurdët nga Iraki e vende tjera, po, ky e sulman. Thot nuk bën këta pantollat të ngushta, ketjen dhe thot produkti kufarve, produkti jo besimtarve, to bidat është haram o gjuna, sulman kravatit, to bidat është haram është gjuna, po sulman. Sa që kemi pas raste në Kosovë, në xhami, të falë, jenë që gjematit dhe thot edhe jenë një fjallos, dhe më thonë pa nevoj, i ka sulmu të tjerët, edhe i ka thonë që edhe namazi juj është këtë xhehenem i papranueshëm. Se s'pe falni që shpo falet pejgamberi alayhis salam. Miskini, thajnë arabisht, i gjori, që heledin, i pa edukuar, i pa mësuar. E këta e në shenjat e ekstremistave dhe thët që shtrëngon dhe nuk toleron fare, sidomos me këta. I apeloj ata, ku do që t'jenë, rri në atë vend ku je që ashtu që shenë normal. Nuk i nevojti me huazuën të veshin e tjetër kujna. Nuk i nevoj me huazuë, të me thonë, pamjen e jashtme, dukjen e jashtme të dikuj tjetër. Ajo nuk të afron dhe Zotë Gjeleshanu. Ajo nuk të bën ty më ma mirë dhe ma sinqert. As pak. Ri normal. Këtë thëmë normal, që është rurfi, që është e njohër shtetin tonë, qytetin tonë, po dhe të në që është normale. Teshat normale. Si efendi që ka thënë të na, si profesor, si hoqë, si imam i mirë, si djallë gjematli, s'ki nevoj më ndryshua, e bo ndryshime, mi pa dikush të taj nga Turqia, nga Pakistani, nga Arabia, një zotë din ka i. S'ki nevoj. Asa ta Anglez dhe Amerikan që po bëjnë kështë, nuk ka nevoj me buket, thënë, po bëhen objekt diskutimi dhe problemi, dhe më thënë, në për aeroporte, të ndryshme gjatë kontroleve dhe të sigurimit, në për vendet të ndryshme,
pa nevojë. Por ato motra tona, çka pranojnë fenë, çka futën në Islam, te i dje ajo ka qenë do të thotë krejt e zbuluar e shpluar, pa hijab, dhe sot tash kur ka ardhur në Islam, krejtësisht vesh me zezë, me dorza, nikab, në gjyrë zezë, ndryshim radikal, kështu krejtësisht, o tjetër su. Nuk ka nevojë kështu me vë. Në atë vend se ti o i motër jenë në Kosovë, jenë në Londër, jenë në Amerikë, jenë në Australi, nuk i nevojë ti me prunë atë traditën e veshjes që e kanë sot në Mekë apo në Medinë, apo në Arabi, nuk i nevojë. Hijabi mbulesa nuk ka definicion se çfarë ngjyre do të me pas në Kur'an, as në hadithet e pejgamberit alayhis salam. E ka lënë Allahu xhaleshanu ngjyrën e hijabit, ngjyrën e mbulesës, mantillit, dizajnin, modelin çdo vendi dhe çdo kohë sipas traditës që ata e kanë. Mlohu që është mbuluar nona jote apo gjyshja jote. Ri normal që shrin gra tjera normale muslimane në ato mbulesat e tyre. Nuk ki nevojë mu tjetërsu dhe me fut dikon tjetër në dyshim dhe pastaj për më marrë në investigime, në pyetje nga mjetet e sigurimit. E sot kemi pa në shumë raste në Kosovë, bile edhe në Prizren kemi pa në qytet për bashkë pushime, disa goce, në spjallësim në përperendim, në Amerikë, në tjera, që këta i bëjnë pa nevojë, dhe problemi është që këto pastaj po i kritikojnë tjerë, e këta janë shenjat e ekstremista. Çka do të thonë ekstremizëm, do të thonë të tërë në arabisht, me shku taraf më voskaj. Nuk rinë atë rrugën e mesme, që neve në ka thirë Kurani me qenë ymmet mesatar, me qenë وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, me qenë dëshmitar për popujt tjerë, nuk rinë në mes. Por shkon, janë në djathën, bëhet djathist, ja bëhet majtist. Heja nuk e lyp kështu. Heja nuk e lyp kështu. Edhe popujt e hershëm që shtash, fillim të gjeratës, kur ka filluar dhe ekstremizmi, edhe që shkohën e Hazreti Isës, kur e kanë konsideruar Hazreti Isën si birë të Zotit, tu ka filluar dhe ekstremizmi tjetër. Kur ata i ka shpik Allahu, të Allahu për dhe në Kur'an, kulli ahlel kitab, la të glu fi dinikum, mos bëni gullu, i thënë arabisht, mos bëni ekstremizëm në fe, po, mos rritni, në më thonë, mos shkoni skaj, po, edhe mos i shpifni Allahut, çka Allahut nuk i ka hije. Wala taqulu ala Allahi illa al-haq. Thuni Allahut çka meriton ai. Innama al-Masih Isa ibn Maryam, kalimatuhu. Isa alayhis salam. Po, është fjalë e Zotit. Kalimatu alqaha ila Maryam, fjala e Zotit e ka gjujt në shpirt në bark të Hazreti Maryamës. وروحهم dhe shpirt i Zotit Gjeleshanu. Innama al-Masih Isa ibn Maryam, naam. Po, kelimatu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Shpirt nga ai. Wala taqulu thalatha, pastaj vazhdon ajetet. Mos thuj tre, i ati, i biri, i shenjti. Innama Allahu, innama ilahukum ilahun wahid. Allahu juj është një. Një, ata kanë bërë ekstremizëm që herët, ku kanë shku këtë mendim, nga e kanë ngrit njeriun, që janë fjale e Zotit, shpirti i Zotit, Allah i ka thënë Hazreti Maryam, po, në barkun e saj, bëhu, edhe është bëb, do thot pa burr. Dhe Isa alayhis salam nuk ka baba, është do thot krijes pa bab. Adem alayhis salam, edhe Hava, nona jonë dhe babën, ata as bab as nën nuk kanë. Allah i ka krijuar të dytë, fjala e Zotit, shpirti i Zotit. Ndërsa Isa alayhis salam vetëm nën ka. Ndërsa Muhamedi alayhis salam ka pas edhe nën edhe bab, edhe pastaj ka vazhdu kjo traditë deri në kohën e sot. Ata cilët janë bo ekstrem, ekstremizëm fetar, e kanë bo njeriu në Zot, i ati, i biri, i shenjti, edhe të kryqum. Çka është kjo? Ha? Qysh i ati i biri? Qysh një me tre, e tre një, qysh kjo? Se ka logjika, kur qysh se ka? Po,
Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Kanë bë kufër ata që kanë thënë Zoti është treti i tërëve. Kanë bë kufër, kanë dalë pi fesë. Men Mesih ibn Maryam illa rasul. Mesih Isa alayhis salam është rasul, pejgamberi i dërguar i Allahut xhaleshanu, nuk është Zot, pra s'ka djalë i Zotit. Na, qad khalat min qablihi hina. Tarë që herët që i ceka më herët, që kanë qenë edhe të krishterët, pastaj të qifutët që e përmendëm, duke kriju kauzën qifute, po hebrejt duke formuar, duke okupuar shtetin e ujë, vendin e palestinezëve, po e sot tashti është paraqit ky ekstremizmi, forma tjera që çon pastaj në terrorizëm, që çon në sulme, në dhunë. S'ka nevojë do thotë me bë ndryshime që thash më herët, aspektin e jashtëm, format jashtëm të teshave, të veshjes, po, ri normal. Ajo tradita e veshjes që është për Arabi, për Arabi, ajo tradita e veshjes dhe hijabet dhe mbulesës që është për Evropë, ngel ashtu, që është për Malezi, për Azi, ngel ashtu, kryesorja është mu mbulu trupi, mu mbulu avreti gjuhën arabe apo gjuhën fetare i thënë. Kryesorja mos mu pa diçka nga trupi, ndërsa fytyra dhe duart ngelin këta do thotë që nuk janë avret, të mendimi më i saktë i dietarëve. Fytyra, po dhe duart nuk janë avret. Ndërsa çka flokët e tërë trupit tjerë, ajo duhet të mbulohet. Allahumme dietar disa kanë thënë se ka fitne, nëse ka rrezik, e shohësh një popull e sheni disa djemtri, apo dikon që i kanë ngul syt që shtu që po ta kqyr gruan, ta kqyr vajzën, ta kqyr do thon populli prisht, moralisht e populli prisht, domethënë në aspektin kulturor, pa principe, pa turp, atë runa zot, normal, duhet më mbulua dhe mos më ekspozohet bukuritë e saj, më rujt nga ata, më largu nga ata sa ata janë gjendje që mos me bë. Ata ekstremistët fetar bojrën hinin në internet. Po i sulmojnë edhe ata gratë me hijab në midis të Francës e të Londrës, në për metro, në për trena, duke i sulmu. Ata alkoholistët më të mëdhej. Në Amerikë, në qytete më të mëdha, më të njohura të Amerikës, në New York dhe Washington, do thotë që abuzohen ato të cilët janë të mbuluara, do thotë nga rrugaqt. Duke ecë rruga aty, do thotë me njëherë duke fillu me ngacmime dhe me abuzime të ndryshme. Duhet më largu nga ato vendet e dyshimta, mirë por kohë normal, ai normal, s'ki nevojë do thotë për më ndryshua. S'ki nevojë për më ndryshua dhe mendimi më i saktë i dietarëve si pas studimeve tona dhe mufesirëve që i këmë shti studentat e mi në Medinë me bë hulumtime, po edhe zoni do thotë edhe tefsirin e Imam Kurtubiut, edhe imam e tjerë, se a është fytyra avret apo nuk është. A duhet më mbulu apo nuk duhet më mbulu, mendimi më i saktë nuk duhet më mbulu. Ri normal. Po normal, muslimanja duhet më nejt normale, jo më zgërdhi, jo më bë gjeste të ndryshme, jo më ly për te, domethënë normales, po ri normal që është. Një hijab normal, një ngjyrë normale, një dizajn normal, një dizajn që do thotë i jep shembull pozitiv, bën davet vetvetijo, si të që dikush merr shembull nga pamja jote, do thotë mashallah, do thotë për këtë veshje. Ki nevojë domethënë muazu se nuk ka në Koran dizajn të caktuar për hijab, kjo është rahmet i Zotit xhaleshanu. Kjo është me mendimin e këtë dietarëve dhe imami i Arabisë Saudite, Sheikh bin Bazi, rahmeti pa shpirti, ai konçorokon, s'ka pa, mirë për ka thonë mbulesa e gruas së Marokut, marokianët, nga Maroko që ka vinë, ata kanë hijab tjetër. Gratë që jenë do thotë që jetën botën në Arabin përëndimore, el Maghrib, el Arabi, me thonë Maroko, Tunisi, do thotë anënën, ato vende do thotë janë vendet përëndimore të Arabisë, po ndërsa lindjen e mesme, po el Mashriqie, ajo Maghribie, kjo Mashriqie, to kanë hijab tjetër. Turki kanë hijab tjetër. Në Malezi kanë hijab, këtë sipas urfit i thënë gjuhën fetare. Po, ajo që është normale,
çka është në korniza fetare. Kjo është me rëndësi me ditë, ata cilët e pranojnë fenë islame nuk kanë nevojë me bë probleme se përdryshe hin gjuna. Dhe kemi pa shumë për aty në pastaj dhe i ndërzua, jenë bë ma të kështi se sa kanë qenë. Njerë fillim e kanë marrë me haze me zër, pastaj i ndërzua. Se kanë haru që kjo është projekti jetë. E pejgamberi alayhis salam, çka ka thonë me këtë rast? Ka thonë, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un, halaka al-mutanatti'un 3 herë janë shkatruar, kanë hum ata ekstremistat, el-mutashaddidun. Kuku për ata, janë humbje. Innal munbatta, ai cili është ekstrem, la ardan qata'a, wala dhahran abqa. E ka konsideru Allah pejgamberi alayhis salam shumë në shembull të mirë se trupi njeriu si njeriu se një mjet transporti. E tash shpirti, koka, trupi, këtë mjet transporti nuk bën me lodh shumë, me mundua shumë, se është jeta tash, nëse kemi jetë të gjatë, është bukur një jetë të gjatë, se duhet me të shërby ky trup tyje, këta kam, duhet me shërby tyje, ta dur, e kjo kokë, ti mu udhëzu, ti mu fale, mu quë, mu pastro, ates me martë, duhet me rujt, ka jenë, është e makina jote, që cilët ban tyje, do të thëtë. E dikush kush bot ekstrem, e shtrangon pa nevoj, po thëtë, ka me shkatru këtë mjetë, ka me shkatru këtë trup, po, edhe s'ka me arrit qëllimit, s'ka me bon ato që ka përlyp Allahu xhaleshan, do thëtë ka me hup. Prandaj meri, do thëtë, me mesatare, jo me hast madh. Nëse jep gaz për fillimin, falni që po shpreh kështu, po, i normal. Se është rrugë gatë kjo. Për simptomeve të ekstremistave, dietarët neve na kanë treguar që ata cilët po përdorin një fjalor të rëndë gjatë thirrjes, gjatë predikimit islam, nuk din çka është mëshira, nuk din çka është mirësia, nuk din çka është fjala e butë, nuk din çka është fjala e mirë, nuk din a bën bre, nuk din të lutem bre, nuk din këta termet. Po, është mirë me kopju këta të përëndimit ka njëherë, se si për edukojnë fëmijët ata në qerdhe, po, kur fëmijët fillojnë me mësu fjalët e para, excuse me, please, 100 herë të mësu, these words, dhe më këta fjalë, which we like it, e përdojnë e kanë qef populli, edhe, që nga do të thotë veçlia, kur disën këtë fjalët e mira në trunin e fëmijët. Edhe nësot, dashta s'na kanë mësuar neve prindërit tanë, apo në shkollat tona, ju lutem, po, të lutem, a ka mundësi, a bën, po, dikush aty këto e përdor, dashta mirë për me përqindje vogël, e disa cilët kë nuk i përdorim ta terminologjit e buta, e butësisë islame, si Allah në ka mësua në Kur'an, si Muhammed a.s. në ka spjegu në shumë hadithe, ta janë simptomet e ekstremistëve. Rrujo pjeti, është problematika. Si të janë me idhrime, me sulme, me kritika të rënda, ai do thotë është ekstrem i madh. Ka janë simptomet shenjat. E Allah po thotë në Kur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri. Wal maw'izati al hasana, dhe me një këshill të mirë, të bukur. Dhe zhvilla ma vetë dialog, ma të palën kundërshtarin, billeti e ahsen me një metodë ma të mirë që është. Po, e sot, kër jem puna dikush me debatu, me diskutu, me kundërshtarin palën tjetër, kulmi i zërit e një skaj, po kritikat e rënda, shamjet, akuzat, niveli edukatës zero, e prandaj pritet dikush më udhëzon rrugët e tua, ndurët e tua. Kur nuk udhëzohet? Kur nuk udhëzohet dikush kur të qetë i qështu? E sidomos ata cilat ata flasin emën fesë, ata musliman, ata haxhiler, ata djemdri, ata djelmosha, ata xhamatli. E bre ti daije, ti ka e thirrës. A guxon ti mi bërtit dikujna kur shkon me thirr dikon për darsëm? Do shkon me thirr dikon për ziafet. Shkon me thirr dikon për syneti. Qysh ja qënë selamen ati
afërmit tonë. Ja qenë me të mirë apo ja qenë me të keq, ti je da'i, ti je thirs. Nuk guxon ti me quat selamin, hej, e ki selam mi babës, s'ki çare pa ardh, se për ndryshe natyrë të thot të veçitim ose të luftojmë ose të shpallim çështu. Po do hej, ka dal. Ti ardhe me më thirr, më knaq apo më dhunu. Edhe natë me xhamatin tonë. Po 23 vite për pejgamberi alayhis salam ka bërë sabër me popullin e tij. Çka si kanë vënë bre? Çka si kanë thënë bre pejgamberit ton alayhis salam? Në Mekë është temë tjetër dhuna cilën e ka përjetuar pejgamberi alayhis salam pi Mekës me familjes së tij. E sa dorim ka bën. Kurse ai ka bërë dorim, e na çka kemi na që nuk bëjmë dorim. Çka kemi na që nuk sillemi mirë. E but. E dikush kush e thën këtë ligj apo këtë metodë të davetit janë shenet më të mëdha që ai njeri është ekstrem dhe nuk ka bereqet ai. Po nuk ka bereqet ai se nuk unë mi arrit qëllimin. Peshenjeve të ekstremistave fetar, po ka para gjykime ndaj teje, me nën keq për tyje. Po, mëse mu afru mu busqesh, me ta zgjat dorën e ndihmës, po me të zjarët, me thonë mu afër teje, po ai shëndrohet do të si në lloj armiku, si në lloj do të thotë kundërshtari pa nevojë, pse nuk je vesh si ai, pse nuk je në të formën e dur si ai. Konsiderohesh do të thotë i dyshuar, i akuzuar. Ndërsa në esencë në sheriat, el muslimu beri, muslimani është i pastër, është i pafajshëm deri në atë moment kur vërtetohet çka faji, apo rritet aktakuza me argumente. Përndryshe, si guxon ti me fajsua dikant? Këta janë shenjat e ekstremistave. Sot asaj dite ky ekstremizëm fetar sot të thot edhe Perëndim ala kanë këtë problem. Me gjithat kontribut që e kanë dhënë shqiptarët në Gjermani, në Zvicër, në Angli, në Amerikë, në Australi, e bosnjakët, e turqit, e muslimanë përgjithësi, Allah sot asaj dite ta janë do thotë në shënjesër të ekstremistave, të krishterëve apo të katolikëve apo të nazistëve apo të racistëve të ndryshëm, çifutëve, hebrejve. Çka dushtojnë Perëndim në Amerikë, në Australi? Akoma sulmohen. Akoma janë njerëz do thotë të dyshuar. Sulmi i fundit në New Zealand. Çka tregon kjo? Tu fal xhami, bigaj rehak. Po vjen ekstremisti fetar apo thuj çka dushti ati, i çmendur sen, po edhe po i pushkaton ata duke farë për 50, duke i bë terror pik ditës, në xhami, shpit Zotit Xheleshanu. Ekstremistët fetar shkon në Amerikë, shkon në Perëndim, po restorante speciale të çifutëve apo të krishterëve këtu nuk ja muslimanëve apo grave që janë në të mbuluara. Po nuk shërbejmë në atyre. Bre, qysh, si mundet kjo? Raste, që janë, do më thonë, nuk është universal kështu, krejt, po kemi asnjë raste sa të. Në për parlamente, në Angli apo në Amerikë, pse është ajo kongresmenja e Somalisë e mbuluar me Shami, apo vende tjera në Angli, apo ai, po atje në Britani, me njëherë sulmohen nga të tjerët, kanë para gjykime. Këta janë shenjat aty në ekstremistave. Rri normal, qysho normal me nejt, si çdo qytetar. Je i pafajshëm deri në atë moment kur zihesh, kur akuzohesh për krim apo për faj, me argument. Përndryshe, nuk guxon gjunah është me akuzu dikant pa faj. Këta janë ato shenjat, do thotë simptomet, çka duhet me pas kujdes shumë. Po, për shenjave të ekstremistave, simptomeve, tash, të na ka pas shumë ashtu, edhe në Arabi, Tunisin, Gjezajrën, në Algjerën, në Egjipte, Arabin Saudite, para ngjarjeve të 11 shtatorit, pas ngjarjeve të 11 shtatorit, dikush që nuk i shkon për ujë, sa është në rrugën e tij,
e shpall heretik, e shpall qafir, e shpall pa fe. Edhe si shpall e pa fe, gjaku yt është halal para atina. Me njëherë të myt, sulmon. Në më të kufri, me shpall dikon kafir, po, është lek të ata. Po, e si ti shpall është ti, qafir, jo besimtar para syrit atina, gjaku yt është halal, malli yt, pasuria jote është halal për to, me të vjedh, me të marr, me të agrabit, familja jote është halal me të mbyt fëmijët, domethënë shiqim të atij, ti je do të zero, persona non grata, pa vlerë, simptomet e ekstremistave. Kush je ti me nëzirë mu pifes, me më thoti mu qafir, e me më thoti mu dhe thot hasni pejgamberit e Allahit e kundërshtar. A din për pejgamberi a.s. që ka thonë, po me baj mos kukon qafir, që ke fjala, që kjo akuz i kthehet atina bre. I kthehet atina, haj bot, haj del pifes, automatikisht. Njeri kur hin fe, me qka hin fe, o vlezër të ndërsh? A hin me shahadet, me logon, eshhedu an la ilahe illa Allah, wa eshhedu anna Muhammed Rasulullah, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Allah tjetër vetëm një, dhe dëshmoj dhe deklaroj se pejgamberi a.s. është pejgamber dhe robi i tij. Hin në fe me argument madh. Mirë se erdhën musliman. Po dhe me ndër dikon prej fes, mi thonë ti nuk je musliman, duhet me argument madh, me logot madhe. Do me thonë, ky person po deklaron se s'ka Allah, s'ka pejgamber, atër i thush, feja po bën tobe, po pendohesh kredit, jo, atër ti e dalur nga feja, ti e heretik. Ky person dhe në rrugë, dhe në media, thot alkoholi është halal. Ej, qortohet njëherë. E ke gabim, apo pendon, jo atëherë, ky person shpallet qafir. Pse? Pe bën diçka halal, që është haram. Ky person dhe namazis është kërgjon. Hajk. Qortohet. I djetarët ja kujtojnë ati. Se kjo gabim e gjuna a jenë vete. Jo, që shtu dhe me vazhdu, po, atëherë këj person është qafir. Në më thonë, hinë me argument të madhë në fej, po ku dënë me dalë për fes, duhet argument madhë në për logot madhe. Tët një argument që nuk ka vend, fare për dyshim aty. Qështu, të enë të parime dhe principet, kur njeri bëhet musliman dhe kur njeri del. Jo, që shki qef t'i bre. Jo, kur dënë ti, po bo mëfti, e me kap shpatën dorë, me ekzekutu njerëz, me myt njerëz pa fajshëm bre. Qysh kemi pa, e kemi nije, tash këto mendimet ekstreme kështu, kanë që pas të edhe në terrorizëm, kanë që pas edhe në gjakderdhje. Unë në më në fes. Bre, me studiu fejnë, bre, nuk ka gjënë letë, bre. Me fol në më në fes, bre, adin be ti po bosh, zëdhën si Allahu Gjeleshanu. Po bosh ti myfti, qka dhe më të myfti, efta jufti, fove mufti, po bosh ti, po në nshkru në emën Zotit Gjeleshanu, kise Zotit të lypë qashtu. Po me bëmë Zotit Gjeleshanu mos me lypë qashtu, qka bën ti bre? Gjithë të luftra, gjithë të bombardime, gjithë të mbytje, të këta grupet islamike që në paracitanë në banë botës, edhe pipibidjenve tanë që kanë shkuë, dhe me thonë, a dinë për njerë student, shumica nuk kanë në fakultet, vitin e parë, vitin e dytë. Dhe sa dinë për studenti vitin e parë dhe vitin e dytë fakultet, dhe shka merë vesh bre, për nuk dinë as bismillahin shpesh herë dhe me lexua, për nuk dinë me kuptu ndoshta edhe një tekst koranor bre. Pse ka rrit mjekër në studente, pse ka lidh kryt me një shall, u bo myftia, u bo hoxhi madha, u bo profesor doktora, kuku për ata. Kuku për ata që në mashtruë keq. Kuku për ata gjorët që në mashtruë keq. Shalli nuk bën hoq, ti që shite shallin nësa të nxerja gryën, falë që bje thëmre, se jam i strëmbushur me këto gabimet e këty djemve tri, që nuk po dojnë më përmirësua. Nuk të gjybje e shalli madh, ka i shalli tjetër, i Afganistanit, i Pakistanit, i mjekra madhë të ty, njeria po hoq. Do me studiu, me mësu, më ullë karik, me dhonë provime bre. Më ullë para profesor doktorave, bre, më shku në klasë, bre, më s'me mungu as njerë, bre. Me lezu libra për pi fillimit e iskajnë, bre. Me pas lopsin dorë, bre, ditë e natë, bre. Ala të studiu, ala të mësu,
që 40 vjet të studioj islamin të mësu, ala nuk po dim për gjë, heq bre, ala jemi në më thonë nivelin më të ullur të ditorizme. Tut ju një Allahu Gjeleshanu, o djem tri, ku do që t'jeni, o gjallar, o kolegë të mi, o imam, e mu arapt, mos flasim më për arapt më, apo për ata pakistaneze, afganistaneze, amerikanët ata që ne lexojnë një hadith e dy hadithe edhe mo, me njerë bohen do më thonë, mujtehida bohen ulemat më të fesë. Ekstremistat pastaj, çka po bën perëndimi? Çka po bën shtetet e mëdha? Po i shohin këta problemet. Po i shohin ndoshta edhe këta ngelaqat. Po, me këto gabime, me këto budallakina do thot, edhe this is Islam, terrorist Islam. They are terrorists. Po, fundamentalist. Që ata në fundamentalista, që ata terrorista. We should finish them. Na duhet me mbyt ata me mbaru krejt. We should kill them. Po, e bëni gabim një budall, edhe 100 mençur pastaj heku. Po. Këta janë shenjat atyre do thot ekstremistave, me nxjerr njerëz të fesë, me thonë namaz ju s'po bëhet kabul. Në xhehenem je, pse je me zebin Hanefi. Po, e çfarë me zebi ti po valesh që ka fal pejgamberi. E cilën e libër e ke lexuar ti që ka fal pejgamberi, që ka shkruajt Sheh Nasruddin Albani. E kush është Imam Albani, Allah e rujt, Allah i mëshiroft xhenet. Po, është një dietar i hadithit nga Shqipëria. Si tash e ke lënë me zebën e Imam Shafiut, e Imam Hanefiut, e Imam Hanbeliut, e Malikiut apo Malikut, po e ke marrë me zebën e Imam Albanit. Çka u morë vesh kjo? Ha? Çka u morë vesh kjo? Ata kanë xhenama që 1400 vjet shkollat e tyre juridike që janë domethënë të pranuara në botë. Ti sot kjo më thon mua namaz jam nuk është kabul. Ti po më thosh më sot ndrohet me zebin tënd. Falo, si Hanbeli që shfalen, çoj dur në gjyks, jo hapi kom që ka namaz. Po, jo shkurtohet, pantollat shkurtoj. Pa më bën ditë në xhami që të në djalë ri, po xhamin edhe i zavancëm imamat, këtu në Katar kanë, kur shkojnë imamat pushime, elhamdulillah dalin i falin. Në ditë të falke, një shokia me gjiptas dhe profesor doktor, po falin ditë një rigat meje, po edhe filloj mi hap kam shumë namaz, po në lëmbi pak se po më gacmon, alergjik i më prek dikush, po hubi orientimin, po. E pas i dham selam, unë të ja propon të din, tha, po hin, tha me shele, tha me hi shejtani, tha, kalon në rrjet gishtave. Tha është i hape që ka që kam t'i hape, thash, edhe aty hin shejtani, thash për fundet. Kështërë thash me zemër, goja thash ka pëllezën imami, po djali mirë thash. Erë nëset masalina po të afuan adin, po samihni adin falë se dashta këmë shërtua për pa vena po asi. Ta janë të shenjat. E sot të na është i problem edhe përëndim, të djem tri, edhe të na, edhe këtë që të shkon, e kanë letë ngoj e kanë, i pa fej, dinsus, po qafer, bidat gji, për shkurtojnë mjekërën, për qëtë kravatin, po, edhe gatje, e prandaj do të në pas kujdes, se këta janë të shenjat më të mëdha të ekstremistave, të thotë që këta janë ishin ato simptomet kryesore o vllazën të ndershëm, atyre se ndoshta edhe zgjatën pak po shumë tema aktuale dhe nxehtë sa që shumica nuk e dinë, ndërsa shkaqet po thotë, çka çojnë po thotë, këta janë do thotë motivet kryesore, shumë pika të shkurta dhe shpejta, po kapen me gjanat e imta të vogla, sekondare, po dhe i lënë gjanat globale. Ato kokat e mëdhaja i studiojnë gjanat globale të mëdhaja të ummetit islam. Populli i Kosovës e musliman këtë që të në Arabi e në perëndim sen, Allah nuk janë rrugë Zotit Gjeleshana që shduhet, bra. Allah droga i shkatraj ata, bra. Musliman ata, muslimanë rini i shkatruar, po ka dhe jo musliman. Po Allah po mirën do të thot me prostitucion, bra. Allah po mirën do të thot me bandat të ndryshme. Allah po mirën me shpërlarje të hollave, trafikime të ndryshme, bre. Allah po mirën me krime, bre. Allah prindërit nuk respektojnë si duhet, bre. I qënë prindërit në shtëpi të legjve, bre. Allah dashuria, respekti social, mirëqenia sociale nuk është në nivel si duhet. Familjet
jenë do të hasmuara me zveti, nuk flasin, nuk vizitohen. Po, kemi të varfër mjaft në për rrugë, pa shtëpi. Këta janë probleme globale, tranda të mëdha, kauzat mëdha. Muslimani duhet me marrë me këta probleme të mëdha, mos më ardh me këta gjanat e vogla hinta, me të mashtru shejtani bre. A keni men bre, o vëllezër bre. Falni se po emocionohem ndoshta pak, po ata i ka fshi shejtani përpara. Edhe alarit e namazit. Por na kemi dhënë provimin e namazit bre. Na duhet me kalun klasin tjetër tash në Islam, provimet më të rënda, çka me punu para se me dek bre. Allah ti namaz çish me fal. Allah gishtin çish me livrit. Allah xhamat po safin çish me bë. E kur mirë dikush me ekzistencën këta janë ata motive domethënë çka mirën me këta debata anësore e sekondare. Gjehli madh. Miskinat dhe çka thash. Mos ditoria, mos mësimi, mos informimi. Edhe xhallar të na po kryeni fakultet në Arabi. Edhe kujtën me qatë fakultet që e kanë kry, mo jenë bo perfekta, jenë bo profesora, kujtën që jenë bo profesor doktora, po në plot respekt, i thras ata të gjithë dhe apelojta ata më ullë para librave dhe para hoxhallarëve të maj. Me e rikthye traditën e mësimit Medinës, pejgamberit alayhis salam halkat, me caktoni dietar, njëri prej atyre që i besoni, ja besoni diturin dhe ja besoni imanin, ai më mësua librave. Me lexuar e Imam Buhariut, hadithet e Imam Muslimit, Imam Tirmidhiut, Ibn Majahs, Ebu Dawudit, Sunan Nesaiut, me lexuar libra të akides të besimit, me lexuar libra për edukat islame bre, me mas namazit sabahit derse sistematike, javore, ton jetën bre. I kom thënë shumë shokëve e studentave të mi, tash Kosovë, studentave të mi që jenë bë doktora, kanë doktoruar, shushur Zotë Gjeleshanu, bre, ti je imam këtë xhami. Pse s'të respekton atë sistemin e fakultetit të universitetit tonë? A ki pa për 4 muajin, për një semestër, 16 javë, e ki qëtë liber dhe qëta tema për mi mësua me kalu provimin. Pse s'të vazhdojnë qëtë sistem me xhamat? Pse s'të merë një liber dhe qëta temat për çdo javë me debatuar në mënyrë serike, në mënyrë sistematike dhe me eduku xhamatin? Është çudi bre, kërkon se kom pa bre, vjen keq, ndoshta ka aty këtu, po une ku kum shku, e kap një temë, ndoshta s'ka lidhje me gjendën aktuale hiç, javën tjetër e kap një temë tjetër, xhuman tjetër një temë tjetër, çka përderdhje, përzime bre. Çka me thon? E kom fal një bajram, në Diqillova në vjet për pushim në Kosovë, po aty imam e xhamis, shkova shefa se thash po ta pam qesin imam si pam shkoj me përlyvje, e hipa në balkon, e shkova më fal, kurja ka niza imami, Allah e udhëzoft. Edhe doktor është, po një tem, 16 tema, 16 vrejtje e kum shkruajt, telefonin në nxjerra sa me pas të argument, që thash mos po gaboj me harrua, 16 vrejtje metodologjike të debatit, të konsultimit që ka pas problema jetë. 16 vrejtje. Qysh kështu? Duhet me rikthye traditën e diturisë dhe dietarëve, pikose hershme dhe i kohë sotit, e na sot mjerisht jena bë dhe hoxhallar të iPadeve, hoxhallar të telefonave, edhe mo s'ka me kera, me mezhlise, me vlyde, me restorante, po pyetje hoxhallar, ku janë restorantet më të mira, ku janë akullorët më të mira, ku janë peshqit më të mirë, janë perfekt, janë i ki dhe me thënë njerës, janë special të ushtrunë për ta se si ahusin hiq, janë keq atin. Ata ma mirë ka njerë me qenë në një zyrë turistave, me shetit. Qysh ashtu? Imam ka met viç si për figurën a për xhamia, bre. Si figura kanë met, imam xhamia. Allah ju udhëzoft, Allah ja fal, këta janë shkaqet me fakultet. Çka din ti me fakultet, bre? Fal që po e them. Çka merr vesh ti me fakultet, bre? Po a ke qenë fakultet vetë në universitet? Po a ka mas fakulteti studimet larta, në magjistraturë, doktoraturë, po a ka pastaj ajo eksperienca e profesor Lëkut? Çka nuk u kapë, çka nuk kupton kjo, hiç nuk i mësuan, nuk i kuptu që duhet vazhdimisht me mësua, vazhdimisht me punua, me lexua.
mjerisht atë gjendja nuk është për mu gëzuar. Litoria, domethënë si përfaqësore, kuptimi verbal, po andaj mi marrin tekstet kuranore që shto pa analiza pasi, edhe duke mos një detale, edhe duke mos u konsultuar me dietarë, edhe çka mirën me çta mendime. Moderatorin dhe unë pesho të arsyeshme që kjo pjesë ka ligjërat vazhdon ala, se na e tregum shkaqet, motivet, mirë po tani na ka ngel pjesa e tretë, shërimi, se si me shëru këtë problem. Unë pesho të arsyeshme që pjesën e dytë me vazhdo të kësaj teme shumë aktuale, shumë e rëndësi, që është shumë e rëndësi, unë po kam frikë me vazhdo se shumë do të bëhet për dëgjuesit tanë, edhe pesho të arsyeshme kështu këtu më ndal për sonte, e nëse jem shëndosh e rahat, do të vazhdoj me pjesën tjetër. Falenderoj për mirë dëgjim dhe respekt, shikues të nderuar, ku na keni përcjell, dëgjues të nderuar, me shpresë se inshallah do të jemi shëndosh dhe rahat, do ta vazhdojmë pjesën tjetër, tani edhe me shërimin e këtij fenomeni, problemi social dhe fetar të ekstremizmit. Allahu ju shpërbleft. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Patjetër, po ne sigurisht e kemi për bërë të marrim edhe disa pyetje të dëgjuesve tanë që i kanë dërguar. Vazhdojmë me mënyrën tonë. Po ligjërata besoj tek këtë çka fola, besoj që ka qenë e qartë. Patjetër. Mirë po, komplet nuk është kompletuar. Po. Me shpresë inshallah do ta vazhdojmë javën tjetër. Patjetër, besoj që të gjithë ata që janë duke dëgjuar tani, do të thotë e keni parasysh që do të vazhdojmë pjesa e radhës e këtij emisioni në javën e ardhshme, do të thotë sot një javë nga e njëjta kohë do të jemi sërish së bashku. Ne do të nisim të dëgjuesdashur pyetjet të cilat ju i keni dërguar në këtë temë të sotme. Pyetja e parë thotë, ju dëgjova që po merrshit shembujt e disa prej dietarëve, do të i përmendet emrat e tyre më herët në ligjërat. Por a mund të gjykohet një njeri si i fajshëm nëse me mendimin e tij ka besuar që filan dietari nuk po e zë me emër, e ka pas me të drejta të çka e ka thonë, apo njeriu gjithmonë çdo ditë duhet të kërkoj atë më të saktën e mundshme? Obligimi i muslimanit, i studentit, duhet më kërkuat më të saktën. Mirë po, deri sot, unë që dietar, që të mendime kum lexu, deri sot që kështu kum besu. Nuk ka problem. Nuk ka gjuna. Vazhdon që ashtu. Në atë moment që del diçka më e saktë, më e drejtë, argument më i fortë, kalon pikë të mendimit në atë mendim tjetër. Dhe ai mendimi më që nuk ka problem, nuk guxon më akuzu, se deri që ato momentet që ato mundësit i ka pas për me kuptu, qatë ijtihad e ka bo, qatë mund e ka dhënë me kuptu. Po sot ka pa diçka tjetër, vazhdon nga sot, vazhdon të thot procedura tjetër, apo si me thonë trajtimi tjetër vazhdon. Andaj pa problem, në atë moment si ta gjanë më të saktën, më të vërtetën, ato duhet me pranu, ato duhet me besu. Po deri sot, çka se kum ditë, Allah ma fal, ma tepër s'kum ditë, nuk ka problem. Allah është i madh, dhe rahmetin e tij e ka shumë të madhe, ka dhe është fals. Pikërisht një pyetje tjetër që vjen parafërsisht në të njëjtat korniza. Thot, ku mund të gjenden arsyet që këta dietar i shtyjnë që të bëjnë gabime në shprehjen dispozitave islame, ose a mund të ndodhë që ata mund ta bëjnë edhe pa qëllim, por kapaciteti dhe mendimi i tyre është aq, në të kundërtën, nëse mund ta kenë me qëllim, a i bie që ne të cilët mund ta kemi pasuar gabimisht, dënimin për ne do ta merr ai, apo edhe ne do të ndëshkohemi për atë që kemi besuar, ose për atë që kemi lexuar nga filan dietari, cili do qoftë ai? Pyetje me vetë, mi hi në atë zonën e kuqe, të njetit dhe të qëllimi, që kemi përmend. Dëgjon edhe njerë, edhe me stadione, kur se më thonë me qëllimet këqia, me njetet këqia.
aty është një zonë shumë e rrezikshme, është një zonë, domethënë, me vjet kuqe, ato ja lëm Allahu xhaleshan. Po na çka tha simptomet i gjykum do thotë ato gjestet e jashtme, fjalët, mendimet çka shohim. Është e qartë dhe hapur. Atë është e msheft dhe pa dukshme të ja lëm Allahu xhaleshan. E prandaj të nijet nuk pëhim hiq. Secili do të përgjigjet për atë nijetën e tij që ka në zemër. Qoftë hoxh apo haxhi apo xhamat i thjesht, secili do të shpërblehet sipas niyetit, çish ka thënë pejgamberi alayhis salam. Innamal a'malu binniyat. Po veprat do të shpërblehen te Zoti sipas qëllimeve. Mirë po, çka thash? Gjykime, para gjykime nuk bën me bën pa argumente. Para gjykime pa argumente nuk bën me bën. Po, diçka që këta tash e kam pas mendimin e mirë ndaj këtij dietarit deri këtë moment, këta tash është obligim për ta fillestar, për ta hoxhallar, për ta imam, për ta djemtri, ata më kërku dituni më shumë. Më kërku dituni më shumë dhe më ul para hoxhallarëve. Në mënyrë sistematike si thash, me kuptuar realitetin. Se nuk bëhet edukimi islam vetëm me një ligjat, vetëm me një temë, edhe ajo është filan hoxha mësuesi jam, filan doktori mësuesi jam. Po duhet më ul para ti mësuesit dhe përpara edhe sot asaj dita është i kanë dhënë ijazete, i kanë dhënë autorizime që fulani, fulan hoxha ka ardhur dhe ka dëgjuar librin e Imam Buhariut që nga fillimi deri në fund që kam lexuar dhe kam komentuar. Për 1 vjet apo 2 vite pas namazit sabah. E merr ijazetin tjetër, autorizimin tjetër, fulan, po unë autorizoj për me e komentuar librin Edukata Islame për shembull Minhajul Qasidin, në libër të Ibn Qudama al-Maqdisi, do të thonë, po e kam komentuar që nga fillimi deri në mbarim. Kështu na duhet më edukuar. Si në për universitete, po as në për xhamia, në për derse. Jo vetëm në mënyrë spontane, me një darkë, me një drekë, me një diçka, edhe me dalë në teren. E besoj që ishe i qartë këtë aspekt, do të thotë, nuk duhet më pajtu ma gjendje çka je. Duhet pa tjetër më kthye në rrugën e kryesore çka fes'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kur nuk dini, pyetni dietarët, Allahu thotë. Kur nuk dini, pyetni dietarët. Çdo fush, çdo rafsh. Besoj që isha i qartë dhe këtë përgjigjen që Allahu do thotë që na ka pyetur. Shpresoj që po. Mirë, edhe pyetja e fundit e cila ka arritur në studio, nuk e di dëgjuesi a ka qenë në emisionet e kaluara apo jo, mirë po ne pak a shumë e kemi cekur, mirë po do ta themi ndoshta në pika të shkurta sërish. Thot, mirë mbrëma, përshëndetje juve në studio, po ashtu dhe hoxhës të nderuar, dhe deshta ta pyes hoxhën në studio që e keni. Thot, disa prej imamëve, hoxhallarëve, aktivitetin e tyre e kanë të shtrirë në sferat e tjera jo të imamllëkut, do të thot, nuk janë hoxhallar në xhami. A duhet të konsiderohet ai imam, hoxhë, apo thjesht vetëm një njeri i mirë i islamit e jo me titullin hoxh, apo kjo shkon sipas shkollimit e nuk ka të bëjë me punën që ushtron në atë moment? Shef, pyetje shumë aktore, shumë më vend. Tash kem në imam dhe hoxhallar që e punojnë profesionin e imamit. Do thotë, kanë kryer një fakultet, edhe kanë ardhur në punësu në Bashkinë Islame apo në qendra ndryshme islamike në përballë, po dhe e kryen detyrën e imamit. Për ata, do thotë, kuptohen që janë hoxhallar, imam zyrtar. Kemi klasën tjetër apo palën tjetër, e ka kryer fakultetin e studimeve islame, po, mirë po, profesionin ka biznes, ka dyqan, ka lokal. Ai njëri tani, këtë aspekt, ai mundet me qenë një ambasador i mirë, një person i mirë, me mirësjelljet e tija, me tregtinë e tij të pastër, me biznesin e tij të pastër, me qenë një shembull i mirë të një muslimani se si duhet me zhvillu biznesin halal.
Ai në atë moment duhet më këqyr. Tani, edhe fjala e tij, çka po fletaj, edhe puna e tij. Apo përputhet fjala e tij, çka po thot, që duhet në halal me punu, me më rujt për haramit, apo praktikon ato në biznesin e tij, në lokalin e tij, me mështerit e tij, apo praktikon, apo për kundërshton. Ai tash profesionin po është i hoq, por në jetën kohë ndikimi i tij, ai nuk bën me dal para masës dhe mu deklaru, të thot në deklarata publike, edhe me fol në emër Bashkisë Islame, se duhet ai me qenë e pas një autorizim. Duhet me pas një autorizim, dhe thot, po që me qenë zëdhënsi i kësaj Bashkisë Islame të organit zyrtar. Po, ai mundet me komentua në për mezhlise, mundet me fol për bukurinë e islamit, për fenë islame, po dhe si biznesmen, apo si hoq që i ka hinë, do thot, dynjas, e ka le ana shkala po vjen imamllëku, mirë po, mendimi i tij që aty të ardhurat financiare nuk janë të mjaftueshme, rregull, mirë po, dije kapacitetin tënd, dije do thot autoritetin tënd, vendin tënd, po, edhe ti je i thirrur me qenë ambasador i mirë, me qenë musliman i mirë, një hoxh i mirë thash, me teshat e biznesmenit, po atë punën tënde. Ai respektohet normal, respektohet mas pari për nderin, respektohet për saktësinë e tij, për sinqeritetin e tij, për mirësinë e tij, por respektohet ashtu në ato momente përderisa është edhe korrekt në punën e tij. Përderisa nuk ka kontradikta mes fjalës dhe punës. Mirë po, ai nuk guxon me dalë para masës e para tjerëve, me fol në emër të hoxhallarëve, në emër do të thoshtu, unë që shoh, ai do thot nuk guxon me qenë zëdhënës i përgjithshëm, do thot i Bashkisë Islame apo i qendrave islamike kudo që të jetë, se është një person privat, jo në atë kornizë të imamllëkut. Nuk është imam. Klena normal. E vazhdon jetën e tij, e vazhdon biznesin e tij, e vazhdon, domethënë mendimin e tij, pa problem. E ka studiu fen, mirë po, e mon çështje private, don dikon me udhëzu, me mësu dikon rrethet ngushtë, është i tij, mirë po tani me dal para xhamiave, para xhamatit, vende publike, me dal çdikun, mu fol kështu, aty pak duhet do të thotë një lloj do të thotë koordinimi të punëve. A di që kjo meselë një? Ka shumë doktora në botë. Po nuk guxon çdo doktor me ardhur me një universitet me dhomësim. Nuk guxon çdo doktor me ardhur me një në klasë me ligjërat studentave. Edhe janë profesor doktor, mirë po, pa punë, është pensioner. E tash edhe ky, me ardhur me ligjërat, duhet dikush të më prezantua. Me ardhur ky do thotë me marrë një ders, duhet të dikush me prezantua një imam, e tregu para xhamatit, e kemi nderin sot që na ka vizituar një imam, një hoxh, mirë po, me punë punon, po e ka biznesin e tij privat, po kemi sot me ndëgju rastin e nder në fjalim të tij. Këtë mënyrë duhet me deputu në xhami e vende tjera. Kjo është që unë që kuptoj këtë mesele, e Allah në mësoft, Allah në nëzoft, faleminderit edhe njerë për shkusit, për dëgjusit, inshallah, do shta kemi edhe pyetje tjera më të thotë? Jo, kjo ishte e fundit, do thotë këto ishin personte. Atë i falenderoj me zemër për përsjelljen, për durimin, edhe ty më duhet thërë Allah shpërbleft për përsjelljen dhe interesimin. Inshallah, shihemi javën e ardhshme në pjesën tjetër, shërimi i ekstremizmit fetar dhe social, solucioni. Allahu të manet, ju lënë në kujdesin Allahu xhaleshanuhu, ju dua me zemër të gjithë dhe kuda që t'jeni, mos të harroni prej lutjeve tuaja. Selamun aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam, faleminderit shumë edhe miru takofshim në javën e ardhshme. Deri atëherë në mëshirën e Zotit inshallah. Amin. Të nderuar miq, të nderuar dëgjues të radio dituriaislame.com, kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë me Hafiz Hayreddin Hoxha, profesor doktor, i cili ishte në këtë emision të sonte të drejtë për drejtë dhe trajtuam temën Kurani dhe ekstremizmi fetar e social. E trajtuam këtë temë që nga diku rreth orës 19:30 kemi filluar parafërsisht aty.
Dhe kemi qenë deri në këto qaste së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt për të gjithë ju që keni mund ta humbni ndonjë pjesë të këtij emisioni, do të mund ta gjeni në YouTube ose në Facebook, në YouTube tek kanali Programi i Natës, në Facebook mund të na gjeni tek Radio Dituria Islame. Janë të gjitha këto mundësi që ju do të mund të bëni pjesë këtyre emisioneve që i realizojmë në valët e radios Dituria Islame. Nga unë Avni Lugici, nga mbar stafi i radios Dituria Islame, në emër të pronarit Shpëtim Sjarina dhe në emër të gjithë ekipës realizuese që kujdesen për transmetimet në valët e radios Dituria Islame, këtu ju përshëndesim duke ju ftuar të në bashkoheni edhe në programet e tjera deri në takimin ton tjetër, mbesni në mëshirën e Zotit. Deri atëherë, natën e mirë. Oj, zemrat mërzia, se po qanë plaku e fmi